dhe rezerva shtetërore është e paplot si rezultat e abuzimit, duke u munduar ta përjashtojnë ligjin e prokurimit dhe të thirrën në sekret shtetëror për arsye se ligji për rezervën shtetërore është i qartë, për rezervën shtetërore për mallra është i qartë që prokurimi bëhet blerja në stad të prokurimit publik dhe vetëm vendodhja e rezervës shtetërore është sekrete. Unë nuk besoj që qytetarët e Republikës Kosovës e kanë komoditetin që t'ja ofrojnë edhe njëherë Albin Kurtit 50% për arsye se Albin Kurti është i vetmi kryeministër që nuk i mjaftojnë as paret, as numrat e deputetëve për të bërë reformë në arsim, në shëndetësi, në administrat, në gjyqësor, për arsye se që nga fillimi ka pas keqdashje dhe nuk kanë nxjerrë ligje cilat do ta bënin reformën e plot dhe vendi të mund të avanconte në para vende të rajonit dhe për koincidencë. Ne edhe tek paga minimale dhe secili stad tjetër jemi më keq se vendet e rajonit kur kemi qenë më mirë se ato. Megjithatë, është në dorën e qytetarëve të Republikës së Kosovës që ata të zgjedhin kush duhet të qeverisë. Mirë po ajo që unë i di, koha kur është dashur të bëhet kjo megalomania e patriotizmit nuk është e largët dhe shumica e njerëzve të kësaj qeverie kanë qenë moshërritur dhe shumica prej tyre në momentet vendimtare të vendit kanë zgjedh për me ikë, nuk kanë zgjedh me mbrojt vendit. To po e them për arsye se secili qytetar i Republikës së Kosovës nuk duhet ta votoj, as ta ndeshkoj Albin Kurtin apo këdo në kabinetin e tij pse nuk ka qenë luftë. Mirë po jo ta votoj duke dëgjuar pollavra patriotike që ne kemi bë ata, e kemi shliru këta, e kemi bë këta. Thjesht secili duhet të votohet apo të ndeshkohet për qeverisjen që ka bën Republikën e Kosovës, për mirëqenjen që u ka ofruar qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe veçmas për investimet në sektorin e arsimit dhe shëndetësisë si dy sektoret vitale që janë më të rëndësishme për jetën dhe mirëqenjen e një vendi, për arsye se në një vend ku shëndetësia është në nivel, ne e kemi jetën shumë të lehtë dhe ku arsimi është në nivelin e duhur dhe i lidhur me nevojat e tregut punës, ne nuk kemi njerëz pa punë, por kemi njerëz që nga Kosova mund të ofrojnë shërbime edhe në Amerikën e Largët, duke i ofruar Republikës së Kosovës të hyra nga tatimet në paga dhe të ardha tjera, duke bërë këtë vend të jetueshëm mirë, për arsye se Republika e Kosovës i plotson krejt kushtet për më na ofru mirëqenjen që ne e dëshirojmë dhe e meritojmë. Mirë po, do të punohet marrë mirë. Kjo ka qenë si rezultat i paaftësisë dhe këshqeverisjes që ka ndodhur edhe më herët, përveç mas gjatë tyre 5 viteve të fundit. Jemi krejt ka funi, zoti Sefaj, si e pe krahasimin e deputetëve të PDK-s me ata të listës serbe nga nënkryetaria deri djeshme e kuvendit Albin Haxhiu, por edhe zoti Zyba që e kisha mbrëm në emision tha që në aspektin politik janë në koordinim të plot me listën serbe PDK-ja, pavarësisht që në mesin e deputetëve të PDK-s ka emra të cilët janë, si me thonë, të dëshmuar të luftës në Kosovë, qysh prej celulave të para bashkë me Adem Jasharin, si Jakub Nura e plot tjerë. Qytetarët e Republikës së Kosovës duhet t'ja heqin nga dora, nga mundësia dhe nga goja lëvizësve vendosje dhe krerëve të saj listën serbe, për arsye se nëpërmjet saj e kanë shndruar gogolin duke i sulmuar të gjithë që nuk mendojnë njëjtë me ta. Lista serbe është një grup njerëzish që edhe nëse e kanë keqdashjen më të madhe, nuk mund na bëjnë dëm ne as Republikës së Kosovës nëse njerëzit që kanë me qeverisë këtë vend janë të përgjegjshëm, janë vullnet mirë, kanë më marrë vendime të mira, të drejta dhe të arsyeshme. Unë nuk kam në asnjë dilemë që ata duhet shpalleshin organizatë kriminale. Mirë po, t'i akuzosh partitë politike shqiptare për bashkëpunim dhe sinkron me listën serbe në të njëjtën kohë kur shefja e grupit parlamentar televizës dhe vendosje është koordinu për pagën minimale duke i lënë veteran të luftës jashtë pagës minimale me Milan Radojqiqi në kohën kur ka pas flet, po flasim kohën kur ka pas flet arrest dhe ka qenë në arrati dhe veçmas është koordinu për të zgjedhur gjyqtarin e gjykatës
kushtetuese nga komunitetet serbe. Thjesht për mu, kushdo që ka nevojë t'ju tregoj qytetarëve të Republikës së Kosovës që cili shqiptar është argat i listës serbe, le ta kontrolloj hapësirën e tij për arsye se ndoshta është në shërbim të listës serbe dhe të Serbisë për arsye se Republika e Kosovës dhe partitë politike të saj dhe veçmas një numër i respektuar i njerëzve që gjenden brenda asoj liste, një jetë e kanë në shërbim të lirisë së atdheut dhe po e sjell si amër. Në rast se dikush në politikën kosovare mund të quhet patriot me kuptimin e plot fjalës dhe një njeri që krejt jetën e ka në shërbim të atdheut, është Jakub Nura. Dhe të kishtë kësi për kufizimi për Jakub Nurën, mu do të mbin të marre të shikoja vetën e pasqyrë. Kushdo që mendon që ndonjëri prej deputetëve shqiptar duhet tjetë argat i Serbisë, le ta shoh veten se mos është infektuar nga ndonjë virus që s'mund dal nga ajo. Lista serbe mund na bëj dëm qytetarëve dhe Republikës së Kosovës vetëm nëse ne sillemi siç jemi sjellur këta 9 muaj dhe pozita që mund t'i mbajnë ata nga vendet e rezervuara thjesht janë dekor, sikur unë që kam ardhur në këtë emision dhe ma ki sjell një shishuj në momentin që unë te i kaloj limitin dhe kufirin, mund të më ndalohet fjala dhe të mos editohet në publik. Thjesht ajo që ka ne duhet ta bojmë si shoqëni dhe veçmas qytetarët e Republikës së Kosovës të mos votojnë për listën serbe. Po e tham të mos votojnë për listën serbe, e që po e tham të mos votojnë për listën serbe, sepse lëvizja vetëvendosje kërkon votën duke e shndërruar Kosovën në gogolin që na frikson lista serbe. Kosovën nuk ka mund ta friksoj Serbia dhe s'mund ta friksoj Serbia e jo një grup njerëzish cilë pa asnjë dyshim kanë qasje armiqësore ndaj Republikës së Kosovës, por mundësitë e tyre janë të limituara në rast se ne jemi të përgjegjshëm, qeverisim mirë dhe duam këtë vend dhe funksionojmë sipas rregullatives ligjore që na ka garantuar kushtetuta dhe ligji për Republikën e Kosovës. Shkurt krejt për shkak të kohës, zoti Sefaj, çuçepe një deklaratë të diplomatit amerikan Philip Ricker, i cili tha se duhet të ketë Kosova qeveri të tillë që bashkëpunon me SBA-n. Është një sinjal, një paralajmërim që duhet të ketë qeveri të tillë dhe jo as të cilat nuk bashkëpunojnë me SBA-n? Unë mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës duhet ta dinë që ne si shoqëri dhe si shtet edhe si këmbë në pjesën evropiane dhe euroatlantike. Nuk kemi mik më të madh dhe më të besueshëm se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po unë megjithatë preferoj që qytetarët e Republikës së Kosovës ta përcaktojnë atë që do të jetë kryeministër dhe kush do të jetë nga miqtanët, ta përfillin vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jam shumë i sigurt që vota e qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk mund të merret me populizëm dhe as me gogolin e listës serbe, po do të merret me nevojat për mirëqenie, zhvillim, shëndetësi më të mirë dhe veçmas qasje praktike të politikanëve që i kemi zgjedhur, duke i ditur se aty janë për të na shërbyer dhe nuk janë aty si baballar të kombit, por janë njerëz që kanë marrë besimin dhe paguhen me toksat tona për të na mundsuar një jetë të dinjitetshme, pa menduar t'ikum nga ky vend siç po na ikum për detyrinia.